Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti amerikan Donald Trump zhvilluan një bisedë telefonike rreth 90 minutëshe, në një moment kur vëmendja ndërkombëtare mbetet e ndarë mes luftës në Ukrainë dhe tensioneve me Iranin. Sipas agjencisë ruse TASS, Kremlini njoftoi se Putin ka shprehur gatishmërinë për të shpallur një armpushim të përkohshëm me rastin e 9 majit, ditës së fitores. Telefonata vjen në një kontekst ku administrata amerikane po përballet me vështirësi në avancimin e një marrëveshje me Iranin, çka sipas vëzhguesve mund të ketë shtyrë Trumpin të rrisë fokusin diplomatik mbi Ukrainën. Gjatë bisedës, Putin theksoi se objektivat e operacionit ushtarak special do të arrihen në çdo rast, duke shtuar se Moska preferon një zgjidhje përmes negociatave. Ai paraqiti gjithashtu homologut amerikan situatën në terren, duke pohuar se forcat ruse po e vënë në presion kundër shtarin. Nga ana e tij, Donald Trump ka shprehur optimizëm për një përfundim të afërt të konfliktit. Mendoi se një marrëveshje që do të jap fund luftës në Ukrainë është shumë afërt, citohet të ketë thënë ai nga këshilltari presidencial rus Yuri Ushakov. Në të njëjtën bisedë, Putin ka akuzuar Ukrainën për sulme ndaj objektiveve civile. Kievi po përdor metoda hapur terroriste duke goditur objektiv krejtësisht civil në territorin rus, deklaroi ai sipas Kremlinit. Presidenti rus ngriti edhe çështjen e shkëmbimit të viktimave, duke theksuar se Rusia ka kthyer mbi 20.000 trupa të ushtarëve ukrainas, ndërsa ka marrë në këmbim pak më shumë se 500. Në lidhje me zhvillimet në lindjen e mesme, Putin vlerësoi vendimin e Trumpit për të zgjatur armëpushimin lidhur me Iranin, duke e cilësuar atë si një hap që mund të stabilizojë situatën dhe të japë një mundësi për negociata. Sipas Kremlinit, diskutimet përfshin edhe çështje më të gjera të sigurisë ndërkombëtare, duke reflektuar një përpjekje për të menaxhuar disa kriza njëkohësisht. Në këtë kuadër, sinjalet për përparim në Ukrainë mund të shihen si pjesë e një strategjie më të gjerë diplomatike të Washingtonit për të ripërcaktuar prioritetet në skenën globale. Megjithatë, informacioni mbi përmbajtjen e plotë të bisedës mbetet i kufizuar në burimet ruse, ndërsa nuk ka ende një reagim të detajuar nga Shtëpia e Bardhë.